transparent ashtu se jemi ke kryesa e transparencës. Unë i kam bërë komisionerit një vërejtje për aq sa mund t'i bëj vërejtje një institucionit pavarur që ka një gjë të munguar në veprimtarinë e komisionerit, që është mungesa e sanksioneve për autoritetet më të larta. Ligji është shumë i qartë, 10 ditë është koha për të përgjigjur, pavarësisht se 10 ditë mund të jenë shumë për intensitetin me të cilin zhvillohet sot bota e informacionit. Ditën e 11 në qoftë se nuk ka përgjigje, ka sankcion. Apo ja. Kështu thot ligji. Dhe duhet sankcionuar autoriteti më i lartë përgjegjës. Ne i kemi kërkuar të gjithë ministrave të bëjnë delegimin e kësaj përgjegjësie tek sekretarët e përgjithshëm. Një pjesë e kanë bërë, një pjesë nuk e kanë bërë akoma. Duhet sankcionohen ministrat, duhet sankcionohen sekretarët e përgjithshëm në ditën e 11. Dhe në qoftë se kjo do të ndodhi në mënyrë të përsëritur disa herë, unë jam i bindur që do të krijohet një ndjesi urgjence e barabartë me urgjencën me të cilën punon sektori i gotës gjysmëbosh. Dhe kështu gota gjysmëplot me gotën gjysmëbosh do kenë një ndërveprim më të shpejt, besoj unë, por duhen vendosur sankcion. Mos harroni që kur e kemi nisur këtë proces qeverisje, kishim problem të madh parkimin e palishëm të gjithë deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë mbi gjithë trotuaret e mundshëm dhe mbi të gjitha lulishtet dhe hapësirat publike rreth e rrotull parlamentit. Ku janë sot? Pse nuk ka asnjë që parkon atje? Sepse u vendosën sanksione. U gjobitën deputetët disa herë me radhë dhe kuptuan që loja e parkimit palishëm mbaroi. Ose nuk kam makina ministrash që shkelin semaforin, sepse u gjobitën ministrat për shkeljen e semaforit. Dhe kështu ndanë me shoferët shqetësimin që shoferët duhet të lëviznin normalisht si gjithë shoferët e tjerë dhe mos të ndiheshin me krah për faktin që kishin mbrapa një ministër. Dhe sanksionet të rast, mbase nuk do kenë të njëjtin efekt çuditbërës që patën në 2 rastet që përmenda, që janë shumë konkrete, po do kenë efektin e tyre. Nuk dua të hy në të thella, se pastaj se pastaj na thyet gota. Në qoftë se do flasim do flas unë në këtë rast për çfarë ka të bëjë me lirinë e shprehjes edhe me këto pretendimet e tjera, por dua të them që në ndërkohë ne kemi marrë edhe një angazhim tjetër që tregon të kundërtën e asaj që thuhet nga gota gjysmëbosh, që ta dekriminalizojmë shpifjen për gazetarët. Nuk është se ka pasur ndonjë gazetar të goditur penalisht nga paditë e qeverisë në gjithë këto vite, as nuk ka pasur në fakt padi për gazetarët, sepse i kemi ndaluar të gjitha paditë prej shumë vitesh, por kjo nuk shënohet në arsyet për të ndjerë të lirë dhe për të ndjerë me krah të lehtë në punën e gotës gjysmëbosh. Gjithsesi, ne do ta bëjmë dhe këtë hap tjetër, një hap që shkon në drejtim të relaksimit më të tejshëm të situatës së gazetarëve në tërësi, edhe pse unë personalisht nuk besoj se këtu problem është liria e shprehjes, këtu problem në fakt është liria e shpifjes. Por kjo, thash, është temë jo për të tryezë dhe nuk duhet të thyej gotën tani. Kështu që shpresoj që
i adresova disa gjëra, ka dhe shumë gjëra tjera natyrisht për të diskutuar në këtë kontekst. Por dua t'i siguroj të gjithë që ne nuk jemi thjesht në kushtet kur shprehim vullnet, ne jemi në kushtet kur në mënyrë sistematike dhe këmbgulse përpiqemi që vullnetin e shprehur ta materializojmë me progres. Edhe në këtë aspekt kemi bërë progres të mjaftueshëm sipas meje për të qenë optimist se mund të bëjmë më shumë progres. Jo të mjaftueshëm për të thënë që shiko se juve po kërkoni qiqra në ellë se ne këtu kemi bërë një mrekulli, absolutisht jo. Përsëris unë i mirëkuptoj të gjitha ato që edhe sinqerisht i mirëkuptoj të gjitha kërkesat dhe ankesat, sepse në fundit ju e jetoni me këtë punë edhe nuk keni pse t'jeni të kënaqur me ne, ndërkohë që ne e kemi për detyrë të jemi të kënaqur me ju në të gjitha rastet. Kështu që duke mbyllur, dua t'i referohem edhe një gjë që u tha nga zonja, më duket mos gabohem, lidhur me teknologjinë dhe me auditueshmërinë. Unë besoj që ka një keqkuptim shumë të madh lidhur me auditueshmërinë, keqkuptim që e kam parë edhe jashtë gotës tonë, kur kam ndjekur komente të ndryshme që janë bërë edhe nga autoritetet biles të larta të botës teknologjisë lidhur me ministrën tonë të inteligjencës artificiale. Ndërkohë që fakti është shumë i thjeshtë. Teknologjia në rastin e prokurimeve publike, unë uroj që ne të jemi të suksesshëm në realizimin e projektit, jemi duke punuar me projektin. Teknologjia do të bëj një përshpejtim eksponencial të procesit dhe do ta bëj procesin të pandikueshëm nga subjektivizmi në disa hallka të vetat, që nga mbledhja e dokumentave tek vlerësimi i autenticitetit dokumentave, tek vlerësimi në tërësi i gjithë dosjes ofertuesve, por në çdo rast, cili do që do doj të riverifikoj procesin manualisht dhe me dokumenta, do ketë dokumenta në dispozicion. Pra nuk është diçka që do të ndodhi në një cloud dhe do të dali nga cloudi rezultati i padiskutueshëm nga askush. Jo, është një proces digjital që në rast të përsërisjes së projektit do të jetë i suksesshëm, do të jetë një inovacion teknologjik jashtëzakonshëm botërisht, jo thjesht këtu. Dhe për këtë arsye ne po punojmë ngushësisht edhe me Microsoftin edhe me ekspertë të tjerë. Atëherë gjithçka do të zhvillohet komplet ndryshe, ndërkohë që cili do qoftë nga ata që kanë dyshimet e tyre si pjesë e procesit të garës ose si komentatorë të garës, mund të marrin dokumenta dhe të fillojnë të shikojnë në dokumenta përputhshmërinë e gjykimit teknologjik me faktet e dokumentuara. Kështu që nuk ka, besoj unë, asnjë shqetësim lidhur me këtë. Në ndërkohë që teknologjia është bekimi i madh i kohës për vende si Yni, ku pikërisht pse kemi teknologjinë mund të bëjmë kapërcime epokale, të cilat do ishin të pamundura në kushtet e progresit linear tradicional.
ndërkohë që teknologjia na e mundësinë që të synojmë gjërat pa imagjinueshme deri dje dhe të kapërcejmë vende të cilat janë shumë më përpara nesh në të gjitha drejtimet e tjera. Dhe nëse sot ne, për shembull, në shërbimet publike, se ky është një element që natyrisht nuk ka se si shihet nga gota gjysmëbosh, po është një ndryshim epokal që ka ndodhur në aspektin e integritetit shërbimeve dhe transparencës, kur 95% e shërbimeve janë online dhe përmbushen online me shpejtësi dhe pa asnjë ndërmjetës dhe pa asnjë burokraci. Dhe nëse sot për këtë ne jemi në vende shumë më të larta se sa jemi për shumë gjëra të tjera, kjo është sepse na jep mundësinë teknologjia. Kështu që unë them që me teknologjinë edhe aspekte që lidhen me debatin e diskutimin e sotëm janë të adresueshme në mënyrë që ndërveprimi të bëhet shumë më automatik dhe kërkesat që vijnë për informacion të jenë kërkesa që marrin përgjigje automatike përmes informacionit të vendosur në dispozicion në një burim siç është Transparent Albania. Dhe aty nuk ka nevojë fare as për të futur komisionerin, as për të futur dikë tjetër në lojë për të marrë informacionin, por mund të aksesosh me njëherë nëpërmjet teknologjisë. Për këtë natyrisht na duhet të kemi kapacitete që ende nuk i kemi të digitalizimit dhe të rrjetëzimit të aty për atyshëm të gjës që ndodh. Pra nëse gjatë ditës sot me institucioni prodhon X ndërveprime dhe nga ato X ndërveprime prodhon X rezultate, gjitha rezultatet që janë të dokumentuara dhe të firmosura nga dikush në atë institucion futen automatikisht në burim. Dhe aty pastaj në burim futet kush doj dhe e merr informacionin. Dhe kështu nuk hym fare në diskutime a është sekret, a është sekret, a është i publikueshëm, as është i publikueshëm, a janë dhëna personale, as janë dhëna personale, sepse ndarja bëhet që në burim, edhe besoj që 99% e problematikës së gotës gjysmëbosh zgjidhet dhe pastaj gota gjysmëbosh kuptohet do vazhdoj jetën e vet dhe do ngrej zërin për hapësira të tjera ku mungon uji, po në këtë rast ne jemi këtu për këtë. Dhe ne nuk kemi nuk ka asnjë arsye për të qenë refuzues. Unë këtë e kam përsëritur vazhdimisht dhe përsëris. Progresi po ndodh, duhet më shumë absolutisht dhe në këtë pikë jemi dakord. Absolutisht. Në këtë pikë harmonia mes gjysmës plot dhe gjysmës bosh është e plot. Të jeni të sigurt dhe të sigurt, kështu që ne do bëjmë maksimumin në këtë drejtim, sepse jo se jemi të mirë, po sepse është gjë e duhur që duhet bërë për punën e përbashkët dhe për vendin. Faleminderit, zoti kryeministër.